Trekëndshi karmës financiare. Karma financiare e nivelit mesatar. Nëse në trekëndshin e karmës financiare ka vetëm 2 shifra, atëherë kjo nënkupton karmën e nivelit mesatar. Personi me këtë karmë mund të siguroj vetëjetesën e tij, madje jo vetëm kërkesat bazë. Këtu bëhet fjalë që personi është i aftë ta organizojë vetë hapësirën e tij. Pra, të bëj blerje të mëdha, të kursej për një investim më të madh, për pasuri të paluajtshme apo për pushime. I tillë person jo vetëm është i aftë të fitojë, por edhe të menaxhojë financat e tij në mënyrë racionale. Ky tregues i karmës financiare dëshmon nivelin mesatar, i cili e lejon personit të mos jetojë në varfëri, por nga ana tjetër, ai nuk mundet t'i lejoj vetes të bëjë çfarëdo lloj blerje që do të dëshironte. Në disa raste apo momente, atij do t'i duhet t'i mohojë vetes disa blerje apo disa shpenzime me qëllim që të grumbulloj para për një blerje të madhe apo një investim në të ardhmen. Megjithatë, ky përsëri mbetet një tregues i mirë. A mund të përmirësohet kjo karmë? Sigurisht. Na ndiqni.